Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, kemi nderin dhe privilegjin që sonte na viziton një nga dietarët më eminent të botës arabe, profesor doktor Omer Abdul Aziz Al Qurashi. Dietar ka shumë, mirë po të nderuar vëllezër dhe motra, mendoj që atë që e bën të veçantë këtë vizitë është se hoxha i nderuar i takon familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men zara akhan lahu fillah yunadi munadi an tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzila." Thot kush shkon e viziton një vëlla për hir të Allahut subhanahu wa taala, një zë nga qielli thret tibtum wa taba mamshakum, ju lumt këmbët që për atë vizitë që e bani, wa tabawwa'tum min al-jannati manzila, dhe qoftë vend takimi juaj xheneti. E lusim Allahun subhanahu wa taala që hoxhën apo profesorin ta shpërblej për këtë vizitë. Hoxha i nderuar ka dalë në vizitë në vendet e Ballkanit, sepse hoxha apo profesori është profesor në Universitetin Azharit. Siç dihet, Universiteti i Azharit është ndër universitetet më të vjetra në botë dhe në të studiojnë diku rreth 110 shtete, pra ka studenta nga 110 shtete, dhe hoxha ka vendosur që të vizitoj studentët e vet në ato vende. Këtë vit e ka zgjedhur që ta vizitoj pra vendet e Ballkanit, duke filluar nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria, Malizi dhe Bosna. Vizitat i ka kry, ka met Malizi dhe nesër hoxha vazhdon për në Bosnë. Ta shfrytëzojmë rastin dhe ta ndëgjojmë disa fjalë pasi është në mesin ton. Falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pra bani hyrjen, si që është zakon, kështu që nuk ka rëndësi që të përkthehet hyrja. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala për begatitë e panumërta, dhe ndër ato begati dhe dhunti është edhe dërgimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe plotësimi i kësaj fe dhe zbritja e ajetit el yawma akmaltu lakum dinakum, sot ju plotësova juve fen, wa atmamtu aleikum ni'mati, ju përsosa juve dhuntit, wa raditu lakum al-islam dina, dhe për fe juve ju zgjodha islamin. Alhamdulillahi alladhi ballaghana Ramadan. Falënderimi takon Allahut që na arriti Ramazanin. Alhamdulillahi alladhi rafa'a عنا إصر الإلحاد والشيوعية والأغلال. Falënderimi takon Allahut që ngriti nga ne komunizmin dhe ato gjëra të cilat ishin në dëm të Islamit. Alhamdulillahi alladhi manahana qadran kabiran min al-hurriyati wal-aman. Falënderimi takon Allahut i cili na dha liri që ta praktikojmë Islamin dhe siguri. هذه النعم تحتاج إلى شكر. Kjo dhunti don falënderim. لئن شكرتم لأزيدنكم. Nëse ju më falënderoni mua, unë do t'ju shtoj juve. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Mirë, po jo nëse tregoni mohues, dënimi im është i ashpër. المسلمون وهم تحت الحكم الشيوعي كان الإسلام بالنسبة لهم مجرد انتساب أو اسم أو وراثة. Islami në kohën e komunizmit thonte ishte vetëm emër. أما وإن الله عز وجل رفع عنهم هذا الإصر وعادوا إلى حريتهم ويمكن أن يمارسوا شعائر دينهم، فهل من المعقول أن يبقى المسلمون بلا إسلام؟
dhe alhamdulillah falënderimi të kon Allahu që e ngriti atë sistem dhe u kthy dhe u mundsu muslimanëve që të praktikojnë fen. A është logjike që muslimanët ende të mesin vetë musliman me emra? هل يجوز أن نجد من المسلمين في بلاد البلقان ما يزيد على 80 أو 90% من المسلمين لا يصلون؟ A është reale që të gjejmë në vendet ballkanike me 70-80% muslimanë apo 90% dhe vetëm numër i pak I tynëve që pra me 70-80% mos të falen? إذا لم نصلي فماذا يبقى لنا من الدين؟ هل هي كلمة التوحيد التي ورثناها عن أهلنا وآبائنا؟ Nëse nuk falemi vallë, çka ka mbet për Islamit, a vetëm një fjalë që e kemi trashëguar nga të parët tanë? أليست الصلاة هي العمود الأوسط لهذا الدين ببقائها يبقى الدين وبسقوطها يسقط الدين؟ A nuk është namazi shtylla kryesore në të cilën në të qëndron Islami dhe me qëndrimin e asaj shtylle qëndron Islami dhe me shembjen e asaj shtylle shembet edhe Islami? هل أقول يا فرحتنا 50% 60 70% من المسلمين يصومون وفي نفس الوقت لا يصلون؟ Val, a gëzon rasti që 50-60-70% të njerëzve të agjërojnë dhe po I njëjtë përqindje mos të fale? وقد يصلون في رمضان ولكن بعد رمضان لا يصلون؟ Mund që të falen në Ramazan, pastaj këto e ndërpresin pas Ramazanit. هل أنت تعبد رمضان أم تعبد رب رمضان؟ Ti a adhuron Ramazanin apo adhuron Zotin e Ramazanit? من كان يعبد رمضان فرمضان شهر ينقضي Kush adhuron Ramazanin, Ramazani është muaj dhe kalon. ومن كان يعبد رب رمضان فرب رمضان حي باق لا يموت. Dhe kush adhuron Zotin e Ramazanit, ai është I gjallë dhe nuk vdekën kurrë. معاشر المسلمين، Të nderuar vëllezër dhe motra, ما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه. nuk është quajtur namaz vetëm pra lidhje që është në gjuhë arabe salat sila është lidhje, pra nuk është quajtur thot lidhje vetëm se kjo e lidh njeriu me Allahun subhanahu wa taala. أتريد أن تقطع صلتك بالله؟ Dëshiron që ta kapësh këtë lidhje me Allahun subhanahu wa taala, فلا يبالي الله بك في أي أودية الدنيا هلكت. pastaj Allahu fare mos të merret me ty në cilën pjesë të dunjas mund të shkatërrohesh. أخي المسلم Vëllai dashur dhe motër nderuar, وأختي المسلمة، إذا حافظنا على الصلاة كم تأخذ منا؟ nëse ne jemi të kujdesshëm ndaj namazit, sa merr nga koha jon? قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtet namazi është I caktuar në kohën e vet. وجعلها 5 أوقات Dhe e bërë obligim 5 kohë, موزعة على اليوم والليلة të shpërndarë në ditë dhe net. على حسب ما أرى Siç e shoh, لا يزيد الفرض عن 5 دقائق فخمسة في 5 ب25 دقيقة. farzi apo obligimi nuk merr mbi 5 minuta, nëse 5 herë 5 25 minuta. يعني نصف ساعة إلا 5 Gjys ore pa 5 minuta. من 24 ساعة أو 24 ساعة في اليوم والليلة. Nga 24 orë në ditë dhe natë, كثير على الله أن تصلي نصف ساعة في كل يوم وليلة. a është shumë që të falesh për Allahun brenda ditës dhe natës gjys ore? ولو صليت خلف إمام يطمئن في الصلاة ما أكملت الساعة. Dhe nëse fales tek ndonjë imam që edhe e zgjatën, nuk do të arrijë një orë e gjithë 5 kohët e namazit. عندنا يقولون ساعة لقلبك وساعة لربك. Tek ne thojnë një orë për zemrën tënde dhe një orë për Zotin tënd. نريد 12 ساعة لله و12 ساعة لقلوبنا وراحتنا. Dona 12 orë për Allahun dhe 12 orë për qetësinë dhe rahatin e zemrave tona. هل نحن نعطي ربنا 12 ساعة في كل يوم وليلة؟ A japim Allahut subhanahu wa taala ne 12 orë për çdo ditë dhe natë? ما أركان ديننا؟ Cilat janë kushtet e fesë tonë? قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5.
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ndërtu Islami mbi 5 shtylla. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Shahadeti, وإقام الصلاة falje namazit, وإيتاء الزكاة dhënia zakatit, وصوم رمضان agjërimi Ramazanit وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. dhe kryerja e haxhit për atë që ka mundësi. هذه أركان الإسلام وأهم معالمه. Këto janë shtyllat e Islamit. الشهادة في القلب ومرة واحدة تجزئك في العمر. Shahadeti është në zemër dhe të mjafton një herë në jetë ta jep ta thuash shahadetin. ولكنك تذكر ربك بها لتزداد منه قربا. Mirë po te e shpeshtan këtë që të afrohesh tek Allahu subhanahu wa taala. الحج الركن الخامس مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. Haxhi është një herë në vit, një herë në jetë për atë që ka mundësi. صيام شهر رمضان شهر واحد في كل عام Muaji Ramazanit një herë në vit. لغير أصحاب الرخص والأعذار. Për ata që kanë mundësi, pra nuk janë të smuta apo arsye tjera. الزكاة التي هي الركن الثالث للأغنياء واجبة على الأغنياء وليست على من سواهم. Zekati është obligim për të pastrurit dhe ata të cilët i arrin, pra i plotësojnë kushtet e zekatit. إذا ماذا بقي من أركان الإسلام؟ Atëherë çka ka mbet nga kushtet e Islamit? الصلاة، Namazi, العبادة اليومية. adhurimi ditor. يوم تصلي الفجر ركعتين Kur e fal sabahun 2 rekate, فأنت في ذمة الله وفي حفظ الله je në kujdesjen dhe në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. وهو بركة اليوم. Dhe ajo ditë do të jetë ditë e begatshme. وإذا صليت الفجر في جماعة في وقتها فاليوم كله مبارك. Dhe nëse e fal sabahun, pra me xhamat, ajo ditë do të jetë ditë e bereqeshme për ty. وإذا لم تصلي الفجر في وقته Dhe nëse nuk e fal sabahun në kohën e vet, فلا تنتظر أن يستقيم لك أمر طوال هذا اليوم. dhe mos prit dhe mos shpresoj që të rregullohen punët e asaj dite. حان الظهر عند الساعة 12 في وسط النهار مثلا 4 ركعات، اكتفي بالفريضة إن شئت، أما النافلة فنحن نكمل بها نقص الفريضة. Vjen dreka apo misdita, thot 4 rekat. Mjaftoj nëse s'ke mundësi, barem 4 rekat farz, nëse ke mundësi të plotësoj edhe 4, sepse ne thot I falim nafile që të plotësohen farzet. ثم يأتيك وقت العصر بعد أن تعود من العمل فصل العصر. Pastaj vjen koha I kindis, pasi të kthehesh nga puna, fal edhe ikindin. انتهى اليوم وغربت الشمس نصلي المغرب 3 ركعات باعتباره وتر النهار. Pastaj thot duke perëndu dielli, I fal edhe namazin e akşamit, vitrin e ditës pra. دخل الليل صلينا العشاء. Hyn nata, e falim yatsin. لماذا هي مقسمة هذا التقسيم؟ Pse këto namaze janë të ndara në këtë mënyrë? إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Me të vërtet namazi është obligim në kohën e vet. ومن بين الحكم Nga urtësitë e kësaj ndarje të namazeve, أننا نحترق بالذنوب التي يمكن أن نرتكبها. sepse ne jemi të sprovuar me mëkate gjatë ditës që mund t'i veprojmë. فتأتي الصلاة لتكون بمثابة إطفاء لهذه النار التي اشتعلت. Dhe vjen namazi që të jetë një lloj fikje e zjarrit të cilin ne e kemi dhezur me bërjen e mëkateve. إن الله غني عن طاعتكم Allahu është I panevojshëm për adhurimin tënd. ولكنه يأمركم بما فيه مصلحتكم Mirë po ju urdhëron që ta veproni atë të cilën është në interesin e juaj. ويدعوكم لما فيه نجاتكم. Dhe ju thret në atë të cilën është shpëtimi juaj. فالصلاة أهم معالم ديننا. Dhe namazi është e gjëja kryesore në fen tonë. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Omeri radiallahu anhu thoshte, nuk ka hise apo nuk ka pjesë në Islam ai I cili e lën namazin. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي أنا سميه كان يقول لولاته على الأمصار إن أهم أموركم عندي الصلاة فإن حافظتم عليها فأنتم لما سواها أحفظ وإن ضيعتموها فأنتم لما سواها أضيع. Omer Abdul Aziz, një nga pristët e muslimanëve, kur I dërgonte letër apo guvernatorëve të vet, të cilët ishin përgjegjës në qytete të ndryshme, thonte, I thoshte dhe I këshillonte, namazi është më I rëndësishmi për mua. Nëse jeni të kujdesshëm për namazin, për gjëra tjera jeni më të kujdesshëm. Mirë, po nëse jeni të pakujdesshëm për namazin, për gjëra tjera jeni ende më të pakujdesshëm dhe neglizhent. فاستقم كما أمرت. Atëherë qëndro siç je urdhëruar.
لا كما تهوى jo siç dëshiron dhe të pra duke pasur dëshirat. واستمسك بالذي أوحي إليك Atëherë kapu me atë të cilën të është shpallur ty. فهذا صراط الله المستقيم. Kjo është rruga Allahut e drejtë. اليوم أكملت لكم دينكم. Sot ju plotësova juve fen tuaj. ماذا نعرف نحن عن كمال الدين ونحن لا نؤدي الصلاة في أوقاتها؟ Çka dim na nga plotësimi i fesë ndërsa ne nuk e kryjm namazin në kohën e tij. ديننا دين كامل. Feja jonë është fe e plot والله عز وجل يريده منا كاملا. dhe Allahu e den nga ne të plot. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. O të cilët keni besuar hyni në fe komplet. أي اقبلوا الإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بتمامه وشماله وشموله وجماله. Të kapësh pra të hysh në Islam i tërësisht, pra të kapësh me të gjithë Islamin, për të gjithë Islamin dhe për bukuritë dhe ato që i ka Islami. ولذلك لا ينبغي الزيادة على الدين Mu për këtë nuk ka nevojë që të shtohet në fe, لأنه كامل sepse është e plot والكامل لا يقبل الزيادة. dhe e plota nuk pranon shtim. وهذه الزيادة عبارة عن بدع وخرافات وضلالات Dhe këto shtesa janë risi të cilat janë shtinë në fe. لا يحبها الإسلام ولا يحب أهلها. Nuk e don Islami dhe nuk e dojnë pasuesit e Islamit. والإسلام الكامل لا يقبل النقصان. Njëkohësisht Islami i plot nuk pranon mangësi. فلا يمكن أن يكون عقيدة بلا عبادة Nuk mund të jetë besim pa adhurim apo pa vepra. ولا عبادة بدون معاملة Dhe ibadetet apo adhurim pa vepra. ولا معاملة بدون أخلاق. Dhe veprat pa moral. إنما هو العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق. Atëherë Islami është akide, pra besim, është vepra, është moral dhe është pra marrëdhënie me njerëzit, pra komplet. كما أنه دين فهو سياسة Siç është pra është fe, është edhe politik, واقتصاد ekonomi, وتربية edukim, وتعليم mësim, وتفكير meditim, إلى آخر نواحي الحياة. të gjithë pjesët e jetës. تجدونها في القرآن. Të gjithë këto kategori i gjini në Kur'an. ما فرطنا في الكتاب من شيء. Ne nuk lëm asgjë mangut në Kur'an. وتبيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dhe qartësia e këtyre është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Dhe ne thot e zbrit me dhikrin Kur'ani që t'ja bësh të qartë atë të cilën ne e zbritme. لا تؤمنوا بهذه المبادئ الواردة والوافدة علينا. Nuk beson për këto principe të cilat الوافدة. nuk thot nuk duhet të besosh Al-walida. se për ato të cilat janë importuar në mesin tonë dhe nuk janë nga Islami. لا تقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. Pra mos të ndash fen nga politika, nga ekonomia dhe kështu me radhë. Mirë po Islami i përfshin të gjitha këto. ولا تقولوا ما لقيصر لقيصر وما لله فلله. Pra ti ndash gjërat, mirë po Islami është fe e përgjithshme. كمال الدين معناه كل شيء في الدين. Plotësimi apo feja e përsosur do të thotë se gjithçka në jetën tënde është pjesë e Islamit. ألم يقل الله عز وجل في السياسة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Allahu subhanahu wa taala a nuk tha pasoni pra Allahun, pasoni pejgamberin dhe pasoni të parët? ألم يقل الله عز وجل في القضاء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. A nuk urdhëroi Allahu subhanahu wa taala që të përsellen amanetet tek ato që i meritojnë dhe thot kur të gjykoni mes njerëzve të gjykoni me drejt? ألم يقل الله عز وجل في أمر الاقتصاد وأحل الله البيع وحرم الربا. A nuk tha Allahu subhanahu wa taala kur foli për ekonominë dhe Allahu thot e lejoi shitblerjen dhe e bëri haram kamatën? ألم يقل الله عز وجل في الدعوة إلى التفكير والاختراع والنظر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. A nuk tha Allahu subhanahu wa taala kur foli për meditimin dhe tha
në krijimin e qielleve të tokës, në fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar, dhe ndryshimin e ditës dhe natës, la ayatin li ulil albab, ka ajete dhe shenja për njerëzit që mendojnë. ألم يقل الله عز وجل في الأخلاق A nuk foli Allahu subhanahu wa taala kur foli për moralin? إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Pra Allahu subhanahu wa taala e thirrë njeriu në vlera, inna Allah ya'muru bil adl, në drejtësi, inna Allah ya'muru bil adl wa ihsani, në bamirësi, wa ita'i dhil qurba, dhe t'ia jep shakun të gjithë atij që e meriton, wa yanha anil fahsha, dhe ndaloj nga mëkatet, wal munkar, gjërat e këqija, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, këto janë këshilla për njerëzit pra që mendojnë. ألم يقل الله عز وجل في صلاح العقيدة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Kur foli Allahu subhanahu wa taala për besimin dhe tha, hajdeni t'ju tregoj se të cilat gjëra i kam ndaluar. ألم يقل الله عز وجل في صلاح الأسرة بطرفيها الأصل والفرع وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. A nuk tha Allahu subhanahu wa taala kur foli për familjen dhe tha për thiri që të ndodh një respektim i ndërsjellë mes prindërve dhe fëmijëve, prindërit të respektojnë ndërsa fëmijët mos të mbyten dhe kështu me radhë. ألم يقل الله عز وجل في صلاح المجتمع من حيث العفة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. A nuk tha Allahu subhanahu wa taala kur foli për shoqërinë dhe rëndësinë që ka shoqëria dhe tha mos u afroni mëkateve. ومن حيث الأمن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dhe kur foli për siguri tha mos e mbytni veten të cilën Allahu e bëri të ndaluar. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Dhe këto janë këshilla që njerëzit të mendojnë. ألم يقل الله عز وجل في حق اليتيم الضعيف ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. A nuk është kur foli Allahu subhanahu wa taala për jetimin, tha mos u afroni pasurisë së jetimit vetëm në mënyrë të cilën është më së miri. ألم يقل الله عز وجل في حق المعاملات A nuk foli Allahu subhanahu wa taala kur foli për marrëdhëniet apo shitblerjet? وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. Pra të jeni të kujdesshëm në peshore dhe mos hyni në hak në peshore. ألم يقل الله عز وجل في حق العدل وإذا قلتم فاعدلوا. Dhe kur foli për drejtësinë tha dhe kur të thoni flitni të drejtën, ولو كان ذا قربى. edhe nëse është kundër jush dhe kundër të afërmit tuaj. ومن العدل في الأقوال إلى العدل في الأفعال وبعهد الله أوفوا. Nga drejtësia në fjalë e drejtësia në vepra. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Këto janë këshilla të njerëz të cilët të reflektojnë. والوصية الجامعة التي تدل على عظمة هذا الدين وكماله. Dhe ajo më madhështoria dhe këshillat të cilën është kjo fe, والبعد عن الانحراف يمينا وشمالا. të larguarit nga devijime djathtas dhe majtas, إفراطا وتفريطا. pa marrë parasysh në dy ekstreme, غلوا وتسيبا. qoftë në ekstrem në të djathtë apo në të majt, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. dhe kjo është rruga ime e drejtë, atëherë pasoni atë. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Dhe mos I pasoni rrugica që të devijoni nga rruga ime. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kjo është këshilla që ju këshilloj që mos, pra që la'allakum tattaqun, që të jeni të devotshëm. اليوم أكملت لكم دينكم. Sot ju plotësova juve fen tuaj. وكمال الدين هذا هو تمام النعمة. Dhe plotësimi I fesë pra është pra dhuntia e përsosur. وأتممت عليكم نعمتي. Dhe ju përsosa juve dhuntit. الإسلام كما هو دين هو نعمة. Islami siç është fe, është edhe dhunti. نعمة واللي ما يعرفها يعمى. Ai I cili nuk e njeh këtë dhunti, ai është I verbër.
ما أعظم هذا الدين Sa madhështore është kjo fe. هداك الله عز وجل إليه من غير حول منك ولا قوة Të udhëzoj në këtë fe pa meritën dhe kërkesën tënde. فحافظ عليه حتى تموت عليه Atëherë në ruje dhe të jesh I kujdesshëm derisa ta takosh Allahun subhanahu wa taala. لأنه من عاش على شيء مات عليه Sepse ai I cili jeton në diçka met vdekën në atë. ومن مات على شيء بعث عليه Dhe kush vdekën në diçka ringjallet në te. وأتممت عليكم نعمتي Dhe ju plotësova juve dhuntit. ورضيت لكم الإسلام دينا Dhe ju zgjodha Islamin për fe. فلم يرتضي لنا دينا آخر Dhe nuk na zgjodhi neve fe tjetër. لا يهودية Jo jahudi, ولا نصرانية as krishtere, ولا مجوسية as zjarputiste, ولا بوذية budiste, ولا شيوعية as pra ateiste, ولا أي دين as një fe tjetër. إنما هو الإسلام Mirë për na zgjodhi إن الدين عند الله الإسلام feja e vërtet e pranuar tek Allahu është ومن Islami. يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه Dhe kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, atij nuk I pranohet. وهو في الآخرة من الخاسرين Dhe është në ahiret nga të humbur. احذر أن تخسر دينك Ke kujdes ta humbësh fen tënde, ورضيت لكم الإسلام دينا sepse juve ju zgjodha për fe. فاستمسك بالذي أوحي إليك Atëherë kapu për atë të cilën ta shpallën ty. تمسك بهذا الدين Kapu për këtë fe. دينك دينك Feja jote, feja yte. لحمك دمك Është gjaku dhe mishi yt. عش بالإسلام Jeto me Islam. يا ابن الإسلام O rinia e Islamit, حتى تموت على الإسلام derisa të vdesësh në Islam. توفنا مسلمين Na merr shpirtin si musliman. توفنا مسلمين Na merr shpirtin si musliman. توفنا مسلمين نعم، مرحبا. حسنا بالصالحين Na اللهم takome بارك mirë. لنا في رمضان Allah na jep bereqet në Ramazan. مضى ثلثه Ka shkoj 1/3 وبقي ثلثاه dhe kanë bet 2/3. والسعيد من اغتنم هذا الشهر العظيم I lumtur është ai I cili e shfrytëzon këtë muaj të bereqetshëm, الذي هو أعظم الشهور عند الله عز وجل I cili është ndër muajt më madhështor tek Allahu subhanahu wa taala. فاغتنموه بصيام نهاره Atëherë shfrytëzoni duke agjëru ditën, واغتنموه بقيام ليله duke u fal natën, واغتنموه بقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار shfrytëzoni duke lexuar Kur'an. لا يمنعكم هذا من بقية الحقوق Këto vepra nuk ju ndalojnë që t'i kryeni edhe veprat obligime tjera وكونوا وسطا في كل شيء dhe të jeni të mesëm në çdo gjë. وكذلك جعلناكم أمة وسطا Dhe kështu neve ju bëm popull të mesëm. ومن ثم لا إسراف ولا تقتير Atëherë mos e teproni në asgjë. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jazakumullahu khairan. بارك الله فيك